Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezër të nderuar, jemi tek libri Kitabu Tauhid i Sheikh Salih Al Fawzan, hafidhahullahu taala, Allah rujt. Kemi arritur tek obligimi i dashurisë dhe respektit të tij sallallahu alaihi wasallam. Obligimi i dashurisë dhe pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas pasimit të Allahut, rrugë do të thotë ajeteve kuranore, vet ajetet kuranore na urdhërojnë që me pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për neve Muhammedi alaihi wasallam duhet të jetë më i dashur pas Allahut subhanahu wa taala, njeriu më i dashur. Më i dashur se prindi, më i dashur se gruaja, më i dashur se fëmijët. Bile më i dashur edhe se vetvetja. Edhe se vetvetja. Atëherë e ki plotësu imanin tënd. Por nëse nuk e donë më shumë se vetvetja, a do të thotë se ke dalë pi islamit? Jo, i ke dhënë përparësi dunjos. Dhe, domethënë, nuk e ki plotësu imanin. Sikur rasti Omar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, kur i ka thonë ja Rasulallah, du më shumë se kret. Kret, ti para kretve, përveç vetvetes. Përveç vetvetes. Thënë djetarë, thë tu menu, tu kujtu. Thë po qëka në ditën e gjykimit, mu që ka me mbo vetvetja Allah? Mas pari nëse du në vetvetën para Rasulit s.a.s. Që ka me mbo mu vetvetja? Atër i thëtë Muhammedit a.s. Thëtë duja Rasul Allah ma shumë se vetvetja, thëtë që tash të mam. Që tash tu plëtsu imani. Sepse thëtë nuk e ka plëtsuar imanin, apo nuk ka iman, ai person i cili nuk më donë ma shumë se qoftë edhe se vetvetja. Për atë arsye, sharja Resulit a.s. për neve është sprov shumë e madhe. Me ta sharë Resulin a.s. para syve është sprov shumë e madhe. Me ta bu karikatura Muhammedin a.s. është sprov shumë e madhe. Çështja është shumë e ndihshme. Se cili shtet, se cili vend duhet me ditë se çka je të fol, dhe jo me hi tek liria shprehjes. Liria shprehjes, me falë shprehje, unë e muqu edhe në nëntonde, me ta me ta akuzu, këtu s'qen ka liria shprehjes. Ndërsa ti, bi 1 miliard musliman, apo sa janë të deklaruar, muqu mja u shajt, profetin a.s. këtu po thoni se është liria shprehjes, apo? Por, kjo nanën tjetër, si duhet bëhet reagimi? Reagimi me pas ligje islame, me një vend vllazni, me pas shëriat, si pas ligjit Allahut subhanahu wa ta'ala, kushdo që e shan Resulin a.s. kushdo që e akuzon Resulin a.s. shteti e merr, gjykatat e marrin dhe e ekzekutojnë. Mirë, a i pranohet pendimi? Jo. Po personi nëse e shan Allahun, shkon të gjykatat islame, a i pranohet pendimi? Po. Qysh më kështu? Me sha Allahun të pranohet pendimi, me sha Resulin nuk pranohet? Sepse Resuli a.s. vllazni ka vdek. Dhe nuk kiti me pas përballa dhe mi thonë, ja Resul Allah falem. Ndërsa Allah është i gjallë. Ti kërkon falje prej Allahut, ja Rab. Allahu na rujt. Me dal menç e me shajt Allahun subhanahu wa taala. Po që e ka bo? Atër pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Mirë, tash një i ri vllavi jam, nëse e she në qoftë me një vend caktuar në Evropë, që e ka shajt Resulin a.s. a mu quta shkyn mënyrë individuale me shku me vra? Jo, sheriati nuk e kërkan kështu. Këto i bëjnë gjykatat. Po s'ka gjykata, atëhere kthehemi tek faza e dytë, që na mundohemi me pasu sunetin e Muhammedit a.s. edhe mi godit ata duke praktiku sunetin, duke pastru Resulin a.s. duke i bojkotu ata, mallrat e tyre, çdo gjë, po mu konë edhe shtetet islame, qysh duhet shtetet e muslimanve, që e kanë bot disa, që qka s'kanë mujt luft një shpall, apo kufarve sot, qka ju kanë bo spaku, kanë bo bojkote, të mallrave të ndryshme, apo? Se edhe bojkoti lun rol. Se qafirat janë shumë dhonëm mas paras. Edhe kur t'i bon bojkot, nalen. Apo, mirë po më qu i riu, dhe me thonë po bëjt gjihad, fi se bilillah, midis përëndimit, me shku me vra
një kafir, pse e ka shoh Resulin alayhi salatu wasalam, kjo nuk bën. Po ti dikush duhet më thon, po çysh nuk bën bre? Apo thosh që ekzekutimi duhet ekzekutohet? Mirë, ja, Resuli alayhi salatu wasalam në kohën Mekki, në kohën Mekke kur ka qenë Mekke, ka qenë shumë më e rëndë. Muhamedi alayhi salam ka fal namaz në sejdë ka qenë para Qabës. A di që i kanë bo? A di që i kanë bo? Ja kanë qitë ploncat e deveve në kokë. Sejdë u konë. Ploncat e deveve në kokë. Që kjo është më rëndë, vllazën, sa me shah Resulin alayhi salatu wasalam? Pse Resuli alayhi salam si e tha çuni vrani mushrikët? S'kishte shtet. Nuk kishte fuqi. Shehul Islam ibn Taymiyyah çfarë thot? Thot kur muslimanët nuk kanë fuqi ekzekutive, thot duhet t'i marrin ajetet me kase rreth sabrit. Me budurim. Edhe mos mi nxit qafirat, që ata mi vra muslimanët. E kundërta kur muslimanët kanë fuqi. Shiko për shembull, një prej rasteve të fundit që tash na boni me mendu dhe me fiqëru meselen mes Indisë dhe Pakistanit. Pse u nda lufta? Se ja kthej edhe Pakistani, ja kthej. A ja kthej Pakistani? Sa drona, sa raketa, sa aeroplana e goditen Pakistanin, mirë po të gjitha ja shkatrej. A menon që mos t'i ki shkatru ish nal India? Kur s'ish nal India? Kur musliman bojnë fuqi bërthamore, kur musliman fuqizohen, që atëherë shpallin gjihadin rrugt Allahut subhanahu wa taala dhe jo hajgare me bo me lufta e me na dëmtu hala ma shumë, me na myt hala ma shumë, me fut vetin në rrezik e mu shkatru hala ma shumë. Musliman do të më konë të veçëm. Dhe Sheikhul Islam ibn Taymiyyah çfarë thot? Thot që nëse muslimanët janë të fuqishëm, i marrin ajetet medinase dhe i bëjnë ekzekutimin e dënimeve apo ku e dione. Wallahi, nëse marrim menhegjin selefi, që kanë trajtu ulemaja, po shejtani munohet para se me arrit para se me ardh koha me të nxit që ti mu shkatru. Edhe musliman sot sulmon, tana unë sulmon dhe s'ka kush mirë në mu, përveç Allah subhanahu wa taala. Ulemat thënë bëni sabër, mos bëni se s'keni fuqi, nuk i ngojnë ulemat, pastaj kur ndodhin fitnet e mëdha ejnë ulema. Ku janë ulemat, thot? Ku janë djeta? Po djetari po thot se e din gjendjen, o vllaja. Ki kujdes. Sepse i shkakton dome muslimanëve dhe nuk bën hajër. Çka ki mundësi sot? Sot ki mundësi që Kosovën me bë davet, mi sensibilizu popullin me dashtë fin. I joti po të lufton qëtu sot. I joti o të luftu qëtu. Mundoj në përderseve, në për takime, në për dekje, në për darsma, mi vedisu popullin, mi tregu, a e deni vllazni, që sot po munohet një narrativ më bo që muslimant, mjekrosha, apo hoxhallarët, mjekrosha janë shpionat servis. Apo do në më bo që ke narrativ. Pse e kanë gjetë një munafik, që nuk e njohim, na nuk e dim, s'po gjykoj për ato, po në përgjithësi, që munafikat çdo herë kanë ekzistu, një shpion, i e pare, për pare e shetë vetin, e shetë edhe grunë, edhe fëminë, edhe kretë, edhe se ka gojnë për islamaj. Ha e ka gojnë e parës. Edhe hinë që tu, në mesin e gjematë, edhe shkakton problemet shkakton. E si i rekrutojnë këta njerës, janë dy sene, vëzni. Shpionat në një, është njeri dopt për ka natyra, shantazhohet lehtë, e ka bo një gjyna, e kap shërbimi sekret dhe i thot, unë e ta di qa ki boti. Nëse ti nuk bosh me mu, unë e ti qes për para kretë, këtë qa ki bo. Edhe ti bosh vegël e tynve, pa dashje. Dhe nanën tjetër, ke hin kamat, ki borgjet mdhaja, e din shërbimi sekret, qoftë, të na zëvan Allah, i kanë bo shërbimi sekret veç shkive. Po ti gjdo shteti, shërbimi sekret kërë e u kufarve, ti njësaj. Shpioni ati, apo shpioni ati, shpioni ati. Edhe ishe që ki borgje, thot, na ti pagujmë borgje dhe veç me neve, po në ti. Po hinën ato dhuga, Allah në arrujtë. E po munohen me instalun popull, se unë ndjeki shumë debatet i këshyri, që ka flasin se pa tjetër më duhet, se unë ligjerata jam, edhe du të me di qa pëndodh. Ishe që po dënë me bo një narrativ në popull, me
populli mu sensibilizu edhe mi thonë popullit që qëta që kur t'i shini në për xhamia, qëta me mikra, qëta jenë dora zgjatër e Serbisë. Edhe kur të shetë yaj, kur ti flet për fe, ato lele se ti shpionje. E du të me pas kujdes. Që thjesht ti mu tut mas e mi këqyr njerëzit cili është shpion, cili është besimtar. Por edhe anën tjetër, du të me pas kujdes atë vllaje. Ka pas rast, mazni, ka arë njën e pini shtetit, s'po du me cek shtetin, mirën e kalëshu, ka arë me gelabije, edhe tu i nëzit vllazin. Filon shtetin, do të mja kështu, do të mja bo, do të mi qunë hava, të shku në për bazat e disa shteteve të këforit, do të mi qu këta në kome senën e këni, dulë në fund, vete pranoj njëri cies. Pse po bjen ti në mënyrë indirekte po bosh vegël e ti? Pse s'pe rrujsh vetin? Pse po flet në djathë të shmajt? Bënoj meqen, se i musliman ti. Bënoj meqen. Mos të bëjnë budall ty me të kap në fjallë, e mas të më fut në burg. Vallaj, kur të futesh në burg për fjallën e Allah dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam, duke mbrojt akidën selefi, kish problem tek Allah. Veç për budallakina vallaj të vjen i nati. Të vjen i nati o vlla me him burg për budallakina. Për një fjallë gojë, laf gojë që s'ka asni dobi, edhe me him me shkatru familjen. Do të me pas kujdes, sepse edhe nëse nuk je pjesë e një strukture të keqe, apo të shërbimeve të ndryshme, ti në mënyrë indirekte mush mi shërby shpionëve të huaj që me të shkaktu trazira në vendin tënd, edhe me pas shërë në vendin tënd. E potencova që ta, për shkak se në kohët e fundit, javët e fundit, shumë tu për flitë që kjo mesele, e kom qef, kur flitet një mesele, sidomos për muslimant, me trajtu këto që mu konë sy qelë. Muslimant mu konë sy qelë, mos me ra pre, e një personive që e ka mikrën edhe për njerë me thonë, a, vlla musliman. Po, vlla musliman, po, ka dalë të njof njerë, kush jeti? A din që ka ndodhë rastin në Siri? Kom qitë një video, s'po di a keni ngu, vetë shërbimi sekret i Siris e ka fut këto brenda aty. Shërbimi sekret këta Siria, Shia, Rafid janë konë Alevi. Tash është ndryshe. Tash e ka marrë qeverin dikush tjetër, Sunni. Edhe kanë po një person pak që është ma agresiv kështu. Edhe i kanë thonë qëre, apo ta jepim ty një xhami në Halep më dohet, edhe ti thiri njerëzit në xhihad. Edhe ai po del hap tazi pi thret njerëzit rinije në xhihad, e shteti ku gjës po ban. Këta persona vllazni, nëse dalin hap tazi, thrasin për luftë. Hap tazi, në mënyrë individuale, si shteti kur e shpall xhihadin, më kon shteti muslimanëve islam sa diçka tjetër. Ama hap tazi nuk arrestohet, nuk bëhet kurrë prej shtetit dyshoni. Sa është njëri tynve. Është njëri tynve që e nxit. Ose o budall. Që s'ka heq, apo do veç full, ndjatesh, mëse ka gole heq. I nxiti rinin vllazni sunnit, rinin i nxiti në Siri edhe i çoi në Irak. Për mjë godit Amerikanëve në Siri, në Irak. Amerikanë tash pekqyrin ka po vjen ky sulmi që hini në Irak. Dini që e pushta Irakun në kodën e Saddam Husseinit. Edhe shkon rinia të shkretit 3, 17, 18, 20 vjet. Edhe i qunë. Shteti vetë. Bile i ka ofru edhe automjete shërbimi i asi. Këta s'kan ditë shkretit. I qoj në Pakistan. I qoj në Irak. Kur Amerika mur vesh, që po vjen sulmi prej njerëzve të Siris, i tha Siris apinal, a unë të hina në Siri, Asadit. Asadi vendosi minal, u kryma misioni, e msheli kufinin këta 3 shkretit metën në Irak. Kur çdo që donte mu kthy në Siri, futsi në burg. A u boj njëjta gjë me Kosovën me Sirinë vllazni? Në fillim i lan, a shkun rinia. Kur dëshin mu kthy, veç ligjin tak e ndryshun, edhe të futën në burg. Pse s'po bosh i meqëm? Pse për shkak çure, deri dje 10 milion i kanë lyp për Sharajin. I kanë lyp 10 milion për kokën e Sharajit Ahmed Shara, kryetari presidenti i Sirisë. Sot me kanë u taku? Sot njëri më i mirë. Çur politika që ndryshon. Bonoj meqëm. Mos bjen prej politikës. Deri dje ishte njeriu terrorist, i thanë, apo 10 milion i ofruan, ndërsa sot bën
Del në foto bashkë me ta. Del në foto bashkë me ta. Andaj, ngoni hoxhallarët. Mos ngoni njerëz të paditur. Ngoni ulemat. Sepse fitnet çdo herë ndodhin. Dhe muslimani zbon mu hongër prej të njëjtës vrim, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Nëse njerë ki gabu, mos bjerë edhe njerë ati. Bëne davetin dhe disoj popullin që kjo është meri më i madh për anti-islamistat, për ata që e sulmojnë islamin. Kur t'i shohin xhamia tona të mbushme, kur t'i shohin islam, ka erë islamit në vendin ton, çaj është merri tynve. Ç'kjo është merri tynve? Të merri tynve nuk është na. Mu qu dhe me boni sulm vetë vrasës në Kosovë. Pse qafirat po sulmojnë, hajde na ta bëjmë në sulm vetë vrasës. Nuk është kja. Kjo është dobi e kufarve. A e dini rastin në shpesh e thom. A e dini rastin e 2014-15. I keni ngun dështë ta videot. E kum cek shpesh. Kur u arrestun që ata 150 vetë. E dini? Kur u arrestun që ata kur ke ISIS-i që lufta që ke. E kanë zonë një shka prej Serbis me armatim brenda në Gepek që ka dasht me bo sulm në hotelin Grand në kohën e Krishtlindjeve. Edhe që ka mu lidhë aty? Na lidhëmi. Thot, këta e kanë sulmu, këta kanë bo. Se ju në arrestu o gjallart, ju në arrestu besimtart. Qëre krishterët këta kunder krishterëve, kunder kishave, kunder këtynve, e nuk u bën muslimani me rong të sene. Do të më koni meqëm. Me bo davet, step by step që thuhet, shejen fe shejen, dhe më thonë kada ka dole, ata i të meron kja. E shejtani nuk len step by step. Shejtani, kur ta shetje të cakun, thot pini hap në 10 hap për dole, shto. Pas smojsh. Nuk mundesh. Hade shkon të tretin në katin e tret, po të katërtin e të pestin nuk mundesh. Andaj kada ka dole. Se hadithi pejgamberit të sësam. Nëse ti don me marrë ato për njëherë, privohesh prej asaj, thot. Andaj është gradualisht duhet me pas, edhe duhet me pas kujdes, mo lidh me hoxhallar, mo lidh me dietar, mi pa ata hoxhallar që janë të lidhëm lidh se që i kanë dietart, e pastaj do më thonë me bot davetin me lenë Allah subhanahu wa ta'ala, tanë kuon flet për fe, apo i emocionum, namazën e sabat se fal me xhamat. Ku po lypeshti atëra hajr? Nuk ki hajr. Nëse se fal namazën e sabat me xhamat. Nuk ki hajr Allah. Gjihadi më i madh është mas pari me nifsin tënd, i cili duhet bëhet me namaz sabat fillat. Nëse ti gjihadin më të madh nuk e bën me nifsin tënd, si ke me bë gjihadin para armikut? Që kjo është e para. Gjihadi nifsit. Andaj gjihadi apo ekzekutimet i takojnë institucioneve. Nuk mirë 10-15 vet gjihad me bë. Hajde po bëjmë gjihad luftë se Allah në ka thonë, në ka tregu për vlerën e madhe të gjihadit edhe u krypuna. Jo, vëzni, ka dale, se nuk është qashtu të qysh, sepse do me shkaktoni, do me të pariparushme, 15-20 vjetë bën davet, edhe në fund qka, i dëmton këtë muslimat, e nesër kime dhonë logari para Allahot. Kime dhonë logari që e ki bo këto. Qërë rastin ka qanik që ndodhi? Do shta ta hitë se kanë bo. Po si kur ta kishin bo? Nemën të fes, a di shkëtë më thonë e aji. Qëfar do mi shkakton muslimanve? Muhamedi a.s. Vlazni, munafiku, a ekzekutohet në islam? Po, tërthor është aj. Aj munafiku ekzekutohet. Muhamedi a.s. a kishte emnin e munafikave? Kreti kishte. Aj burshtetas u konë khalife, u konë të më thonë udhec, shtetëror u konë. Pse si ka mytë munafikat? Pse si ka mytë shtrot pytja? Për një qëllim, për një dobi. Sepse, ati që ka thonë? Ka thonë, me bo mi mytu në këta, tjerë tash më akuzojnë më thonë Muhamedi se sëmë shokët e vetë për mytë. Për një dobi të madhe, të muslimanve si ka mytë. A i ka pos emnin vllazni, emnat i ka pos, që i kanë bo shërë në mesin e muslimanve, kanë shpionu, kanë shku të kufort, ju kanë shpionu, po Muhamedi se sëmë si kanë bytë shkaku që, për një dobi më të madhe. Andaj du të mi mësu këto lojna, edhe hoxhallar du të me folën këtë aspekt më shumë, për gjematin, mi rujt gjematin. Edhe nëse gjemati ruhet vllazni, manë në mend, armiqtë e islamit i skenojnë gjëra. Për kalëzën një artikull
një artikull, një lajm, ka ndodhur me një shtet, në Amerikë mdohet, nuk e di, në Amerikë po mdohet, FBI-ja e ka qenë një shpion të vetë në xhami. Shpionin e vetë në xhami e ka qenë. FBI e ka qenë. Edhe tu i nxit. Gjihadi, shteti, anikni, këta di që kanë bu? Këta e kanë lajmëruar FBI-n. Këta logjikë, që në tash? Se po jetosh në shtetet e kufarve, aty s'ka me bu. Edhe ja u ka prish këtë matematikat. Valla në ka një personit dyshimt. Ata ndoshta dhe kanë ditë, kanë marrë vesh. Që mi kallëzu atyve që na e morëm vesh kush oke. Me këto logjikën. Duhet mi mësu këto lojna të kufarve. Kret qëllimin e kanë te musliman të ri. Mi mledh musliman të ri, mi shkatru, se o vllazni, këtë tri na peshini. Davidin kushin të e bo? Tridin të e bo? Nuk janë plesh të e bo Davidin. Për atë arsye, fokusi i anti-islamistave është tek rinia. Ta rujmë rinin. Rune rinin. Dhe bëni davet sa të muni. Në për shpijat juja. Në të në për xhamia, deke dorsme. Vetëm të rinjallët. Deri sa Allah subhanahu wa ta'ala e ndryshon mendësin, e ndryshon gjendjen. Allah subhanahu wa ta'ala nuk e ndryshon gjendjen e një populli deri sa ta ndryshon ju vetën e juj. Allah e vllazni, unë jam më i moshëm se ju, para 20 vjetë, që ky interesimi i islamit sot që është nuk ka qenë. Sot xhamia që është mbushën para 20 vjetë nuk ka qenë. Senet po ndryshojnë për shkak të Davidit, po veç lypët sabër. Veç bëjmë sabër, të bëjmë me lenë Allah të kanë ndryshu senet insha Allahu ta'ala. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu ashaddu hubba lillah. Kurse ata të cilët besuan e duan Allahun më së shumti. Normalisht një besimtar, Allahun subhanahu wa ta'ala e ka mbi të gjitha. Mbi të gjitha ka Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj e ka dashurin ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pastaj pas dashurisë Allah, si që tam dashurin ndaj profetit alayhi salatu wassalam. Pse? Sepse ai e komunikoi shariatin, dispozitat na tregoi të fesë. Na tregoi se si me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe Muhammed, një hadith thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, 3 gjëra nëse gjendet tek njeriu, 3 sene, nëse i ka një njeri, ka menijat ëmbëlsinë e imanit, ka mu knaq një iman. Në zemër ka mu knaq. E para, çfarë? Thot që Allahu dhe i dërguari i tij t'jenë më të dashurit për ta. Tek ai. Që dikën thot ta doj vetëm për Allahun dhe ta urrej thot të rikthehet në kufër sikur se ai që urren të udhët në zjarr pasi që Allah e shpëtoi nga ai. Nëse çdo 3 sene i ki, ëmbëlsin keme arrit të imanit. A keni rreth vllazni kur bëni davet, kur ta thirrni një vëllai në xhami kënaqesh, shpirti të kënaqet. Kur të shkruan dikosh o vëlla, Allah të shpërblet se ti u bën sebeb unë ja nisa namazit. Nuk ka kënaqësi më të madhe. Parët e këtë dynjos me t'i thonë nuk ki kënaqësi. Na herë vllazni secili prej jush e keni vrejt. Ma shumë gëzohësh, njihesh mirë kur ti ndihmon me para dikujt ti, se sa i vetë që e marr parën. Të kënaqet zemra. Ç'ka është imani? Ç'ka është imani, subhanallah. Edhe kur të nin për shembull filloni devijaj, Allahu akbar. Kur të nin për shembull ndaj motor që ka shkuar në perëndim, e ka ikë shamin. Subhanallah, di be qysh ç'tash që për shembull disa këngëtarë çështu që po një herë po hin kishën fe, mase po devijojnë. Ati të merë për një vitin shumë keq njeriu. Se për dinë se çfarë dëmi, për dinë se që e pret zjarri Allah i na rujt nëse nuk pendohet. E kështu muslimani du t'jetë për vllajën e vet. Për kundër asaj që e urrejnë gjunojnë, e urrejnë edhe personi që po bën, po nanën tjetër merr edhe një pjesë që me të dhimbt. Me të dhimbt mos më shkon në xhenem o vëlla. Me të dhimbt. Është për shembull duke u fundos, a nuk ki qefti vllon ton me tërhek? Me tërhek, mos me lon mu fundos, e jo me fut më shumë ti në zjarrin e xhenemit. Më thonë, ky është imani i vërtet, apo imani i plotësuar. Dashuria, ekzistojnë edhe shumë tekste rreth dashurisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot me një rast thot, madje për besimtarin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë
ma i dashur se sa vetja e tij. Bile një rast e dini për Omerin radiallahu anhu, i cili tha: "O i dërguari i Allahut, tha unë du më shumë sekret përveç vetvetes." Atëherë betohem në atë që shpirti im është në dorën e tij, ti nuk ke besuar, thot. Ti nuk ke besuar, këto hadithe, ti nuk ke besuar, ti nuk ke iman, nuk kupton se je qafir. Apo, po kupton që nuk e ke plotsu imanin. Sepse plot musliman vllazni, kur t'i japin përparësi dunjos para fesë në disa aspekte, na i themi që ti se ke plotsu imanin. Apo, po s'do më thonë që ke dalë pi fesë. A do të thotë që Muhamedi alayhis salam i tha Omerit që ti s'ki islama? Jo, ky person se ka plotsu imanin, se çfarë hadithi që apo thotë. Thot, derisa thot nuk jam për ty më i dashur sa vetja jote. Atëherë Omeri çka i tha? Tha ti tani je tekon më i dashur se vetja ime. Ai tha ti e plotësove imanin Omer. E kishe imanin, po jo të plotsu. Plotësimi u bë kur ti mua pa më donë më shumë se sa vetën. Dhe më thonë, epshin tënd, epshi po të kështu, kur peshem hadithin e pejgamberit a.s. peshtin funksion para epshit tënd, që kjo dashnia për hir të Allah subhanahu wa taala. Thot Muhamedi a.s. Thot nuk ka bindje krijesës në kundërshtim të krijuesit. Nëse dikush të flet për dynjë dhe kundërshton fen, ti nuk e dëgjon ato, po e dëgjon Allahun subhanahu wa taala, dhe ky person është në rrugën e drejtë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dashuria e Muhamedit sallallahu obligon respektin e tij, ndjekjen e rrugës së tij, vënien e fjalës së tij, kështu me radhë. Amr ibn al-Asi pasi e pranoi Islamin, çfarë tha? Nuk kam pasta njeri më të urrejtun se sa Muhamedi alayhis salam. Wallahi ka raste subhanallah, ndoshta dikonin e urrejn shumë. Kur takohesh për herë të parë, ka raste të bëhet më i dashni. Më i dashni se aq shumë është fol për një person të caktuar, qoftë për vllaznive, për xhallar, për sen, aq shumë është fol, saqë kurse ka taku për herë të parë ka taku, edhe i ndryshon zemra. Ky rasti konkret është me Muhamedit alayhis salam, që thot Amr ibn al-Asi, thot nuk ka pas njeri në fytyrë tokës që e ku morrejt mas shumë ti se sa Muhamedi alayhis salam. Thot vallahi tash me pranimin e Islamit thot e du më shumë sekret. Sikur plot prej besimtarëve e kanë bënë gjuna, e kanë dashur çat gjuna, kur janë pendu e urrejn tash atë gjuna. Dhe kjo është mirësia e imanit tënd. Kjo është mirësia e imanit tënd që Allah me të vërtetë ta ka dashur të mirën, që ti e largu pi gjunajt. E urrejn tash gjunajn, deri dje e kënaq me çat gjuna. Ndërsa sot pe urrejn atë gjunajn vetëm për hir të Allahut, dhe që ky është pendimi i vërtet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kur Urwatu ibn al-Masudi u tha Kurejshve: o ju popull, mua më dërguan te Kisra, mbreti persianëve, te Kajseri, mbreti romakëve, por nuk pash njeri të cilën e respektojnë shokët e tij më shumë se sa shokët e pejgamberit alayhis salam, pejgamberin alayhis salam. Edhe pse ishin mbretër, pse kishin para, gjitha gjëra. Mirë, po shokët e Muhamedit alayhis salam e donin Muhamedit alayhis salam pa interes, vetëm për hir dinit, për hir të fesë, sepse ua mësonte. Pikë tjetër është ndalimi i el-ghuluv, i ekstremizmit dhe teprimit në lavdrimin e Muhamedit alayhis salam. Kush e kanë tepru vllazni me pejgamber? Të krishterët. Sa që e bën edhe Zot, apo? E Muhamedi alayhis salam kur ka nis me lavdru Muhamedit alayhis salam, Muhamedi alayhis salam i ka thënë nalno, thot thuni Abdullah wa Rasulullah, robi Allah dhe i dërgumi i tij. S'ka tjetër. Mos ngritni për te që she ngritën të krishterët Isaun alayhis salam. E ngritën të krishterët Isaun alayhis salam më shumë se sa që duhet, dhe në fund çfarë e bonën Zot. Jo rastësisht kur një person i tha çfarë don Allahu dhe pejgamberi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e nali. Thot jo, çfarë don Allahu, pastaj pejgamberi. Hadithi tjetër, çfarë don Allahu, vetëm. Mos mbarazomu me Allahun. Është tjetër, është në për xhamia që i shohim Allah Muhammed, e keni vërejt, këto janë gabim. Mos e krahaso, mos e paralelizo ti Allahun dhe Muhamedit.
Nëse don me qitë një në fillim Allahun, pastaj poshtë qitë Muhammedin alayhi sallam, edhe pse nuk ka nevojë mu qitë, mu zbukuru me ajete me gjëra të tilla muret e xhamisë. Thot Allahu azza wa jall, la taghlu fi dinikum, mos e teproni në fenë juaj, ju ka thonë krishterëve Allah subhanahu wa taala. Mos e teproni. Kanë bo mbi varret e tyre, kanë bo faltore, kanë bo domethënë që në fal njerëzit, apo sikur tash në mesin e dërvishve që bohen të evliat shehlirët e tyre, që bohen xhamia, apo që bohen tyrbe, falen aty. Gjitha këto janë të ndaluara në islam. Thot, mos më lavdroni mua, thot Muhamedi alayhis salam, sikur që lavdruan krishterët birin e Merjemës, unë jam vetëm një rob, dhe pra thoni robi Allah dhe dërgumi i tij, domethënë mos më lavdroni me gjëra të kota. Bile thot, thuani, robi Allahut dhe i dërguari i tij, kur disa shokë të tij i thanë, ti je zotria ynë. Subhanallah. Edhe pse meriton zotria ynë, mi thonë. Po Muhamedi s.a.s. ja ndaloi rrugën për mos marrë det e shirku. Edhe pse nëse e themin ata zotria ynë është Muhamedi s.a.s. s'ka gjë të keqe. Por se ja ndaloi Muhamedi s.a.s. Veç pse i tha ti je zotria ynë, ja Rasulullah. Tha mos më thuni ashtu. Subhanallah, modesti e madhe, por njëkohësisht edhe me mbyll derën e shirkut, mos marri derë tek shirku. Thot, më i vlefshmi nga ne dhe më i madhërishmi, ajo tha, thoni fjalë tuaja ose diç nga fjalët tuaja dhe mos se nxit shejtanin, thot. Mos t'ju nxit shejtani, thot. Pastaj thot disa tjerë than, atij i dërguar i Allahut, o më i miri në mesin ton dhe i biri më të mirit ton, o zotri ynë dhe i biri zotriut ton. Ajo tha njerëzve, o ju njerëz, thoni fjalët tuaj dhe mos t'i hedh në epshe shejtani, unë jam Muhamedi, robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Kreti ka Muhamedi alayhis salam, është zotria jon. Më i miri prej nesh është, kreti ka këtë fjalë. Po Muhamedi alayhis salam e ndërpreti. Dhe në rastin e Omer ibn al-Khattabit, Muhamedi alayhis salam gjatë rrugtimit e ka pas ka qenë një pallë në rrugës që kur ka ec, tash është nal, është ka pushu aty tek pallma. Edhe ai ka pushu se fllap në pallma aty, edhe ka vazhdu pastaj rrugën. Kur mas vdekjes Muhamedit alayhis salam, disa njerëz musliman e kanë pa që Resulli sallallahu alaihi wasallam ka pushu, kanë pushu edhe ata. Pse me pasu Muhamedit alayhis salam? Çështu ka bë dhe na çështu po bën. Omer ibn al-Khattabi çka bën? Me rruje hek. Dikush kish me thonë ti je kundër Resullit sallallahu alaihi wasallam. Apo të pengon ajo palma e Resullit alayhis salam, ti je i humbur bre. E jo, Omer ibn al-Khattabi ka qenë vizionar, ka ditë ma larg çka mund me ndodh. Pse? Sepse shejtani kada ka dalë e bën vend adhurimi aty. Edhe vjen deri te adhurimi palmës pastaj. Për atë arsye ja ka hik gjurmë krejt. Se nuk ka të bëj me feja e kur gjo. Ai thjesht ka pushu Muhamedi alayhis salam as gjë tjetër. Nuk ka bë as gjë tjetër. Pastaj thot, ai u ndaloi fjalët e tilla duke i larguar nga ekstremizmi dhe teprimi në hakun e tij, duke tentuar mbrojtjen e tauhidit. Ai udhëzoi ata që ta përshkruajnë me dy cilësi, të cilat janë shkallat më të larta të një robi dhe nuk janë kalimi i kufirit as rrezik ndaj akides, dhe i tha robi Allahut dhe i dërguari i tij, menova që do ta shpjegojmë edhe sqarimin e pozitës së tij, po shkoj gat. Inshallah në takimin e radhës, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.